Shikues Tora News ju përshëndes. Jemi sërish bashkë me mua Esër për të njohur me parashikimin e montit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa juglindore paraqitet me kushtet të paqëndrueshme dhe rebeshe shiu, ndërsa pjesa e Europës qendrore dhe Europa e lindore, po ashtu dhe gadishulli iberik mbeten në masa ajrore të qëndrueshme me mot të kthjellët. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja dominohet nga vranësira të shpeshta me reshe shiu, sidomos këto në jug të vendit dhe në juglindje të tij, ndërsa pasditja sjell shtrirje të reshjeve në të gjithë vendet me intensitet të ulët. Temperatura do të luhaten nga 5 deri në 21 gradë Celsius. Era fryn juglindore deri në 65 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 5 ball. Do të jemi tani me kushtet e montit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Një qendër e fuqishme ciklonare në veri dhe veri perëndim të kontinentit sjell reshje të dëndura në ishujt britanik, iberi dhe pjesë të Skandinavisë. Ndërkohë, pjesa e Ballkanit paraqitet me vranësira dhe reshje shiu, ndërsa pjesa e Europës qendrore dhe Europa lindore, po ashtu dhe brigjet e detit të zi mbeten me mot të kthjellët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, paraditja pritet me vranësira të shpeshta dhe reshje të pakta, më të dukshme këto në jug të vendit dhe në juglindje të territorit shqiptar. Ndërsa pasditja sjell shtim të reshjeve në të gjithë vendin me rebeshje, kryesisht në zonat lindore të vendit, ndërsa temperaturat e ajrit do të luhaten nga 5 deri në 19 gradë Celsius. Era fryn veri perëndimore mbi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.